Ne jemi duke synuar të kundërtën, ne jemi duke synuar ulljen në tavolin të gjitha forcave politike shqiptare dhe pakicave të cilat e njohin Republikën e Kosovës, minus lista serbe e cila e ka vijë të kuqe permanente për shkak të pjesëmarrjes së tyre në aktin e agresionit në Bajnsk dhe shumë veprimeve të tjera kundër kushtetueshmërisë. Edhe nga ju e ka vijë të kuqe lista serbe? Absolutisht, e ka pasur gjithmonë dhe do ta ketë edhe tash e tutje, sidomos pas asaj që ka ndodhur në shtator të vitit 2023, por edhe shumë veprimet të cilat edhe sot dëshmojnë që ata janë dorë zgjatur e Vučićit, dorë zgjatur e Radojčićit dhe janë instrument për ta luftuar subjektivitetin e Republikës së Kosovës dhe sovranitetin e sistemin tonë kushtetues, dhe për këtë gjë ka edhe njerëz të cilët kanë akt akuza, dhe nuk po flas vetëm për shefin e tyre Radojčićin, por po flas edhe për njerëz të cilët janë në listën e deputetëve, natyrisht që nuk shoh asnjë mënyrë për bashkëpunim me ta,